Ekonomia shqiptare fatkeqësisht është duke xhiruar bosh. Është si një makinë që ka një motor që nuk funksionon më. Pse ndodh kjo? Së pari një është struktura që ka ekonomia shqiptare. Sot rritja kryesore vjen nga ndërtimi, i cili është në të gjithë treguesit kryesor një flusk dhe është në të gjithë treguesit kryesor duke u financuar edhe nga burime jo ligjore parash, së dyti nga turizmi, i cili është i përkohshëm, dhe tre sektorët kryesorë që duhet mbanin ekonominë dhe punësimin, bujqësia, industria, prodhimi janë në rënje, janë për vite në rënje. Së dyti dhe treguesi i dytë është shumë praktik, lidhet me familjet shqiptare, lidhet me çmimet. Ka një rritje të përgjithshme të çmimeve të shportës ushqimeve, që është rreth në 5.8-6%. Pse ndodh kjo? Kjo është komplet e pashpjegueshme, duke pas parasysh faktin që në të gjithë botën dhe në të gjithë tregjet ndërkombëtare ka pasur një ulje çmimesh, kjo nuk ka ardhur këtu në Shqipëri. Një pjesë e madhe e produkteve sot po vjen nga importi, sepse kemi një rënje të qartë të eksporteve, që vjen nga problemi i tretë, që është zhvlerësimi i euros. Zhvlerësimi i euros ka sjellë një situatë të pa logjikshme dhe të pa kuptim në ekonominë shqiptare. Ka ulur eksportet, është duke penalizuar familjet shqiptare, ka sjell një tendencë në ekonominë shqiptare që fatkeqësisht sot ka 40% të shpenzimeve që i dedikohen shportës dhe ushqimeve, që është ndryshe nga gjithë vendet e tjera të rajonit, por nga ana tjetër ka sjell edhe sektorët kryesor me rënje të eksporteve. Ky stabiliteti në letra nuk ekziston në praktik. Është një ekonomi që nuk po prodhon më, ka një strukturë të deformuar dhe fatkeqësisht ne këtë deformim po e marrim për normalitet. Ekonomia shqiptare duhet patjetër të ndryshojë model, një model ekonomik që i përgjigjet shumicës, jo pakicës. Për këtë duhet luftojmë çdo ditë.